Nuk jemi në Antalya, as në ndonjë vend luksos në Evropë apo diku në botë. Jemi pikërisht midis Klokotit, në një vend që ka arrit me bo bashk luksin, relaksin dhe shëndetin. Mirë se vini në Hotel Galleri. Për me pa se çka bën këtë vend veçantë, hajde të shohim brenda. Por, mos harroni që me pak pare mundeni me bo luks që mendja s'ju merr. Po për çmim, tani ma vonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që keni zgjedhur me na vizitu sot këtu te kompleksi i banjës Klokotit, i cili përbohet prej 3 objekteve kryesore, duke filluar prej objektit të A, objektit B, edhe për atë që ju keni ardhur me na vizitu, objektit C apo i njohur si Hotel Galleri. Do thonë, nëse mundemi prezantu një historik të shkurt, kompleksi banja Klokotit ekziston që nga viti 1964, ku gjitha këto ndërtime janë bo si pas vite, duke fillu prej viteve të 10-ta, duke mos e përfshijat pjesën e vitit 1964 që ka qenë një objekt më i vogël edhe për kushtet e asaj kohe i përshtatshëm, pastaj në vitin 2010 objekti tjetër dhe që nga viti 2025, domethënë nga dhjetori, që është lëshu në përdorim edhe Hotel Galleri. Hotel Galleri. Shumë mirë, ana prezanton pak? Mund të vizitojmë. Atëherë këtu jemi pra në Hotelin Galleri, për atë edhe pse e ka marrë emrin, domethënë për shkak të kësaj galerisë këtu. Ashtu si që prezentova dhe më herët, do me thonë prej vitit 1964, që ekziston si banjë e Klokotit, pronarët kanë investu në një objekt të ri, ku ti ofrojnë qytetarëve, do me thonë kushte më të mira edhe diçka më luksori, në mënyrë që njerëzit të vinë gjatë ditëve të punës, po edhe gjatë festave edhe gjatë vikendeve që të ndihen më të relaksuar. Do të thotë si po shihet nga pamja, hoteli të do të ketë edhe shërbime më të avancuar. Po. Edhe më shumë shërbime se sa në objekte tjera. Po, gjithsesi, domethënë këtu e kemi pjesën e recepcionit, në anën e majtë e kemi edhe barin ku do ta vizitojmë pak më vonë. Përsa tani ju ftoj që shkojmë ta vizitojmë pjesën e Wellness and Spa, për cilën edhe domethënë njihemi për shkak të saunave, për shkak të pishinave të cilat i kemi. Që tash do të hyjmë. Sigurisht është pjesa më e kërkueshme. Po është e vërtet. A dallon mosha këtë të rit? Jo, nuk dallon mosha, edhe pse moshën mesatare kemi këtu te pjesa e Wellness and Spa, për shkak që shumica e të moshurve, ashtu siç do ta prezantoj edhe më vonë, domethënë i përdorin ujëra termominerale. Ndërsa këtë ujin industrial nuk është që po e përdorin shumë të rinj, për cilin edhe do të flas. Kjo është hyrja e pjesës Wellness and Spa. Domethënë fillojmë me garderobën e femra, pjesa e garderobës mashkull është në pjesën e minusnishit. Këtu janë tushet të cilat realisht shërbejnë për me bu para se të futen në pishinë. A kjo duhet para? Para dhe pas. Qëllimi pse janë tushat edhe pas, domethënë është për shkak që kjo pishinë më herët ka qenë e mbushur me ujë termomineral. Domethënë është para po që pishina të ketë ujin termomineral, kjo, dërsa pishina tjetër të jetë me ujin industrial, ku të rritë do ta gjejnë relaksin edhe notimin e kështu me radhë. Dritor, a na tregon dallimin prej ujit mineral dhe termomineral? Po, nëse e shohim tani edhe pishina në fjalë është me ujë industrial. Ku e kemi problemi? Problemi kryesor është që të rritë apo moshat e mesme ende nuk e kanë kuptu sepse shërben ujë termomineral. Edhe ngurrojnë për ta përdorur. Domethënë, unë jam detyru bashkë me stafin ta largojmë ujin termomineral për shkak që asnjë i ri nuk e frekuenton. Edhe popullimi më i madh u bënte në atë pjesën tjetër, edhe kjo mbete zbrazë. Ndërsa qëllimi edhe ndërtimi i krejt këtij hotelit, domethënë motivi kryesor ka qenë uji termomineral. A ka një arsye që mendon? Po, arsyeja është sepse ndoshta nuk janë të informuar të ri për cilësinë e ujit,
për veçërit apo ato të mirat të cilat benefitet që i përfitojnë nga uji termomineral. Ndoshta është mirë drejtor me na sqaru pse, cilat janë benefitet që me e ditë gjithë ata. Benefitet kryesore të ujit termomineral janë që fillimisht ndikon në pjesë traumatologjike apo smundje traumatologjike. Që çdo njëri prej neve që punojnë në përzyre apo edhe në punë tjera, domethënë kemi nevojë për me shfrytzu edhe vujmë nga ato smundje. E kemi nevojshme. Pikërisht. Pastaj janë edhe smundje tjera të cilat realisht i shëron dhe njerëzit ndoshta nuk janë të informuar edhe marrin që gjithë ata të cilët e përdorin ujin termomineral duhet me qenë patjetër të moshuar. Unë shpesh bëj pyetje se pse të moshuarit shkojnë baj apo e përdorin ujin termomineral. Edhe thonë për shkak që duhet shkojnë për mu shëru, apo sepse po i bën hajet në gjuhën tonë popullore. Po unë i bëj pyetje pastaj, po pse na duhet me prit për mu plot, edhe për me shfrytzu, apo mu smu edhe me ardhë mu shëru, kur ne mujnë si preventiv me ardhë realisht edhe me shfrytzu ujin termomineral. Një para kujdes për vetën, mos me shprit deri te pleqnia dhe me ardhë me i kryte këto benefite. Dhe këtu shumica e vendit realisht është për qëndrim ditor, realisht gjatë ditës, mirë po këtu vendosen gjithë musafirët të cilë vinë qoftë në ofertë, qoftë vetëm për qëndrim ditor. Okej, drejtor, a ka ndonjë kohë caktuar që do të marrë tek uji apo kur do të? Jo, te pishinat industriale, që bëj industriale me ujë normal, nuk ka një orar, ndërsa te pishinat kur shkojmë te pjesa e poshtme, te pishinat termominerale, atëherë aty është një kohë e caktuar, për shkak që nuk lejohet më tepër se 20 deri në 30 minuta maksimum për me ndaj. Një herë gjatë ditës a më shumë? Jo, duhet me pushu 1 orë për me shfrytzu edhe 20 minuta të tjerë. Këtu kemi saunën bio, që preferohet më tepër për gjinin femrore, për shkak që edhe liron një lloj arome, edhe lagështia e ajrit është pak më e lartë, ndërsa temperatura nuk është maksimum siç është për shembull te sauna finlandeze, që ka një temperaturë ndoshta 60 deri në 80 gradë. Pastaj kemi infraredin, saunën infrared, që ka një temperaturë më të ulët edhe që rrezaton me rrezet ultraviolente. Te kjo pjesa këtu e kemi ujin apo pishinën e ftoftë, ku e kemi edhe aparatin e akullit. Kryesisht është për rigjenerim të muskujve, sidomos të sportistat pas një ngarkese ditore të lodhshme, të stërvitjeve të ndryshme, preferohet që të futen në pishinën e zakonisht edhe e bojnë sportistat këtë gjë. Edhe t'i rigjenerojnë ato muskujt e vet. Zakonisht në për shumë vende kjo improvizohet, mirë po ne kemi para pa që edhe për sportist që t'i krijojmë kushtet e duhura që ata mos t'i mungoj asgjë kur vinë për rikuperim. Dërsa kjo këtu është dhoma e kripës, që është kryesisht për kanalet respirative apo të frymarrjes, domethënë që liron një jod edhe nga murët, edhe siç po dëgjon edhe një aromë të jodit. E vrejta si na më tregon cilët njerëz janë pikërisht për këtë. Po të gjithë. Nuk ka moshë. Domethënë preferohet prej atyne plus 18, jo ndoshta për fëmijë shumë vogël, edhe më tutje. Ndonjë person që punon ndonjë smundje? Kryesisht prej mushkrive. Frymarrje? Prej frymarrjes. Domethënë që ka të bëjë me kanalet respirative. Shumë mirë. Është dhoma me avull, apo e kemi një lloj kombinimi me Turkish bath. Okej. Domethënë që kjo e ka një lagështi më të lartë se sa sauna, edhe preferohet jo për fëmijë, po për moshat e mesme. Këtu e kemi shok terapin, ku pas daljes nga sauna, domethënë këtu e kemi ujin e ftoftë, që e jep një shok realisht që preferohet pas saunës. Për qarkullim gjallë, besoj di është shumë pas. Atje kemi edhe rregullat e pishinës, edhe nëse shohim janë edhe për ujin termomineral, siç e përmenda edhe më herët. Nëse ka klientë që dojnë me i udhëzu dikush për fillim, a ekziston? Po, gjithsesi që te pjesa e recepcionit është një person realisht përgjithës për pjesën e dhënës së spa. Shumë mirë.
Si që po e shef edhe këtë vendin këtu, rregullisht qëndroni profesioniste, domethënë që është me profesion kimiste diplomën, e cila kujdeset për ujin e pishinave edhe për preparatet të cilat duhet patjetër që të mirëmbahet edhe të jetë sa më i shëndetshëm për klientët tanë. Domethënë gjithmonë është. Po, gjithmonë është kështu. Sonte jemi pak vonë dhe për ata që nuk është askush në pishinë. Po, se jemi jashtëror. Atëherë këtu jemi te pjesa e minusnishit, ku unë e quaj institut për rehabilitim, i cili përbëhet prej shumë dhomave të cilat realisht shërbejnë për fizioterapi të ndryshme, duke filluar prej kinezoterapisë, elektroterapisë, gold terapi, terapisë së fëmijëve, 3 pishinave termominerale edhe pjesës tjetër e cila është masazhi relaksues. Domethënë për cilën do të flasin edhe kolegu Jon Qëndrimi dhe do t'ju shpjegoj ma detajisht për gjitha efektet, për gjitha shërbimet cilat i ofroj. Përshëndetje. Koordinatori i pjesës e fizioterapive, Laurenta është gjithashtu infermiere, e cila ofron shërbime për pjesën e klientëve të cilët ka nevojë për rikuperim apo për punë të tjera të cilat vijnë këtu. Shumë mirë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Është kënaqësi me prezantuar raportin tonë fizioterapisë dhe shërbimet që i ofrojmë këtu me një staf të kualifikuar shëndetësor bashkë me pajisjet moderne mjekësore. Raporti i fizioterapisë këtu është i dyzuar bashkë me formën maluksoze të hotelit që ofron dhe bashkë ofrojnë një përvojë të jashtëzakonshme, një përvojë relaksuese, qetësuese edhe rehabilituese, që është shumë e nevojshme për klientat. Hajde t'i befastojmë klientat. Okej, Tina, po ta shpjegoj edhe po ta sqaroj në rendin mjekësor që bojnë atë trajtimin terapeutik të pacientët, edhe sallat e fizioterapisë që i kemi në dispozicion. Kjo është salla elektroterapisë. Salla elektroterapisë përbohet nga pajisje elektrike që janë analgjetike dhe stimuluese. Këto janë qizmet e limfopres nga rraf, janë qizme të drenazhimit limfatik, të redukimit vaskular, masazhe superficiale, pastaj kemi pajisjet e healthcare, kemi endolazerin. Cilat janë më të kërkueshur prej këtyre këto që i përmendte? Limfopres janë ndër pajisjet më të përdorura në atë kohën moderne. Cili është benefiti kryesor? Benefiti kryesor i tyre është drenazhimi limfatik. Çai del pak më popullor. Drenazhimi limfatik është largimi i edemave nga ekstremitetet e poshtme edhe stomakut. Zakonisht largohen toksinat me anë të drenazhimit ose kanalizimit të lëngjeve të tepërta në traktin urinor dhe prej traktit urinor ta na shkojnë poshtë dhe dalin përmes urinës ose trakt. Kjo është pajisja e akullit, është krijuar nga enrafi, është zëvendësues i akullit. Përdoret si kriomasazh, përdoret edhe për edemat e fytyrës, në fazat akute, është pajisje bashkohore. Çka më shumë e përdorin? Në fazën akute, zakonisht përdoret për eliminimin e edemave, problemeve të ajtjeve, përdoret edhe në estetik pas trajtimeve të ndryshme që i bojnë. Unë kom pas një rast që kom dëgju një rastisht që kom taku që më ka përmend këtë pajisje që ka pas probleme dorën të qa, edhe gjithë di që ka thonë 3-4 seanca i ka përdorur me qëta, 3-4 seanca. edhe shru plotësisht ama të Po, është interesante se që në terapia zakonisht që në temperaturë shumë të ftoftë, deri në -30 gradë, edhe është formë e masazhës me anë të ajrit. I bën dyat njëkohësisht. Po kjo këtë? Këto janë pajisjet e Astar. Janë pajisje që funksionojnë në fushë magnetike, me frekuencë tult, janë pajisje që punojnë ose stimulojnë biologjikisht organizmin për me rigjeneru. Zakonisht janë pajisje që stimulojnë prodhimin e përkolagjenit, e daljes për kolagen prej qelizës, veshjen e kartilagjeve, uljen e dhimbjeve kronike, dhimbjeve akute, rregullimin e kartilagjeve për rastet artritit dhe artrozës. I posaçëm që do të përdorë, po mund ju përdorë gjithë? Kontraindikacionet, duhet me kënë kujdes shumë të kontraindikacionet që i përcakton doktori, në rastet ralla, në rastet e pacient tjerë, pavarësisht moshës, në rastet e endoprotezave, protezave të gjurit. Qëndrim këto pajisje, po edhe pajisje tjera,
A përdoren vetëm udhëzim të mjekut, apo dhe kush do qovë mundet me përdor? Na këtu, si institucion, i kemi edhe stafin tonë të mjekve. Me shumë përvojë të fiziatrave, të ortopedëve, mjekësve të përgjithshëm, që zakonisht i vizitojnë në fillim pacientët, klientët tonë. Kush do që vjen, fillimisht e bojnë një vizitë mjeku, mandej orientonaj se çka me përdor, që me përdor. O, sa Edhe interesant. varësisht për indikacioneve, kontraindikacioneve, problematikave, i përcaktohet plani më i mirë që mundet me u bë këtë fushën tonë. Shumë mirë, edhe stafi është për secilin pjesë është adekuat, I kualifikuar. i kualifikuar edhe që rrin kualifikuar me edhe përvojë. i asiston për gjatë gjithë kohës. Tash jemi te gold terapia. Okej. Gold terapi, vetë fjala gold. Gold terapi, po, të në pajisjet e FMS ose pajisjet e iskrës që funksionojnë me fushë magnetike stimuluese, e pajisje moderne të kohës. Për dallim nga magnetoterapia e astar që e prezentu më herët, këto janë pajisje që funksionojnë në frekuencë të lartë, edhe nuk shkaktojnë veç proces biologjik, por shkaktojnë edhe proces fizik. Kontraktime muskulare, neuromuskulare, stimulojnë nervat, punojnë me muskujt të vogël, punojnë deri në 10 cm në thellësi të organizmit. Ta kemi të qartë për ata që na shohin. Cili përcent do të marrë çdo? Këto pajisje luajnë rol shumë në patologji të ndryshme. Okej. Punojnë shumë në dysheminë e pelvikut, Okej. muskujt e pelvikut, problemet me prostatën, problemet e inkonsistencës urinare, për gratë pas shtatzanisë, për pastrim, problemet intervertebrale, edhe lloje ndryshme të patologjive. Domethënë është formë fitnessi pa lëvizje, Okej. krijon dikon 16.000 kontraksione në orë. A mund ta përdorin këta edhe sportistat? Edhe sportistat. Në mungesë të fitnessit, edhe pse këtu po më duket ta kemi fitnes? Po. Okej, më tha mulur përdor atë gjë. Po ka një Patjetër, lehtësim nëse s'dojnë pak mulon. kombinim Mu me- djersit. Pajisje të tjera. Kjo është salla pediatrike e terapisë fëmijëve. Mirë. Wow. Sa cute. Kjo është një kënd i bukur që na mundu me bë sa më atraktiv për fëmijët. Zakonisht terapia të fëmijët është pak problematike mu imponu, edhe mu bë ç'është duhet, po Do me thënë këtu ka vend edhe për fëmijë. edhe për trajtimin e fëmijëve. Okej. Edhe gjithmonë trajtimin e fëmijëve do të me bë në formë loje. Më do interesante për Ma fëmijët. atraktive. Patjetër, më do interesante për fëmijët që me mujt me edhe apliku programin ton me anë të lojës, me zgjujt në resin të ta. A është program i vështirë për fëmijë? Është pak e vështirë, është pak e ndjeshme kësha thonë me punu me fëmijë, po e kemi zakonisht punojnë fizioterapeutët, kemi një staf shumë të mirë, trajnum, edhe trajtojmë me sukses. Ka raste shumë të fëmijëve që ti? Ka raste. Okej. Salla e pritjeve, ta është si pjesë e terapive, Po shumë. për elektros, gold terapisë, një pushim i lehtë zakonisht rekomandohet se me qenë edhe ngarkesë e madhe, Që me vazhdu apetutje? patjetër. Me vazhdo apetutje, Okej. edhe pastaj vazhdojmë me pjesën e kinezoterapisë. Kinezoterapia është trajtim me anë të lëvizjes. Kjo është salla e trajtimit. Në kinezoterapi, Shkon me program kjo? po patjetër. Patjetër varësisht për problematikës, patologjisë, problemeve neurologjike, problemeve post-traumatike, sportistët, pas lëndimit, trajtimit, bëhet me lëvizje, për me eliminu kontrakturat. Cila është aspekteve pajisjeve që zakonisht Një Ma prej shumë që pajisjeve përdoret? më moderne është Wellbeck System. çka shërben kjo? Wellbeck System është formë e traksionit, pajisje të reja moderne të traksionit, ku kombinojnë edhe traksionin edhe lëvizjen në jetën kohë, janë pajisje dinamike. Çka shërben ma konkretisht kjo? Kjo shërben për dekompresimin e unazave të shtyllës korrizore, të pacientët që kanë probleme me shtyllë korrizore, zakonisht lumbi shjalgjijat, hernia diskale, problemet e natyrave të ndryshme. Do me thënë ata që kanë probleme me unaza, Unazat, po. vendi këtu është. Fiks. Definitivisht pa mërmene që është shumë e kërkushme, se kem shumë probleme me unaza. Po kem në atrit lema të më Po shumë. është shpeshtu tash. Problemet me zakonshme me unaza janë shpeshtu. Këto në pajisje të fitnessit mjekësor pa zakonisht, kardio me bua, po. varësisht për problematikës, varësisht për problematikës pacientave.
lumpishalgji, probleme me gjujt, probleme të ndryshme. Okej. Hapësira është shumë e madhe. Këtu kemi dhomat e masazhës. Po, tash. Masazha bëhet nga stafi kualifikuar me përvojë shumë gjatë. Okej. Dhomat e masazheve janë të pajisura me tushkallina, secila dhomë. Dhomat tjera janë dhoma individuale. Kjo është dhomë e çifteve. Wow. Pas ka dhe një pamje të këndshme të rehatis ashtu. Po, masazhat që aplikohen këtu dhe që janë stafi i trajnuar janë Stafi kualifikum, i trajnum. kualifikuar i trajnuar janë maderoterapia. Maderoterapia zakonisht përdor për anticelulit, është për celulitin, është trigger point për nyjet muskulare që thuhen. Është masazha klasike, masazha relaksuese, masazhat mjekësore, masazhat individuale. A kanë kohë caktuar se çu shpërdoret masazhe, sa kohë do të thash në seancë një masazhe? Zakonisht është 30 minuta. 30 minuta. Edhe një orë po. Ndërsa shembull maderoterapia rekomandohet me bë më shpesh. Okej. Shembull në seanca 5 jo 7 për një rrjetë. Çka ke më konkretisht ajo? Maderoterapia është kundër celulitit. Po, sigurisht se është e kërkueshme. Kjo koka e mirë edhe për gjithë gjininë femërore, të cilat e kanë kompleks celulitin. Zakonisht për lëkurën që shohet, Lëkurën shumë. për lëkurën. S'ke nevojë me shku fitness? Nuk ke nevojë. Vjen këtu direkt. Ose pas humës të peshës, që zakonisht është 70 më do pak më fit, më do pak më mirë. Është e kërkueshme? Po. Edhe ajo e mundson me tërheqën në ato linjat e lëkurës që shohen, edhe me tonifikuar lëkurën. Shënja. Përveç kësaj, ne kemi edhe pishinat termale. Vani më më rëndësi, a me i thonë kështë? Po, që është, do me thonë, Që ju dallon? shtylla kryesore që na kemi këtu, që na dallon prej kejve. Slovoti është i njohur për këta ujra. Prandaj. Që shumë kohë, këtu përndryshe nga wellness and spa që kemi në altë, këtu ujrat termomineral janë vinë direkt nga burimi. Vinë direkt nga burimi pa filtra. Uji në burim, direkt shkon deri në 38 gradë. Mirë po këtu në pishinat tona, për pasjellën. Rekomandohet më bëjt në temperaturat prej 34-36 gradë. A e kanë temperaturën e njëjtë? Të njëjta janë, apo nuk dallon diçka? Një, 34-36 gradë është standardi që rekomandohet për me evitu problemet e mundshme, nëse atë për të dhe me kriju probleme. Na trego benefitet e këtij uji të famshëm. Benefitet e këtij uji të famshëm që Se na i dim po. Na shpjegoj ti se kemi qenë një profesionaliste. Po, janë efektet e tina rehabilituese, relaksuese të muskuleve. Uji përbën shumë minerale, kalcium, magnez, është uji oksidum natyralisht, është shumë mirë smundje reumatizmale, problemet kardiovaskulare, pas sulmeve në tru, pas PCD-s, pas terapave tjera post-traumatike, lehtëson edhe ndihmon rekuperimin shumë më shpejt se normalisht me terapi standarde. Do me thonë, këtu vjet çdo moshë. Çdo moshë. Preferohet për çdo moshë. Për çdo ankesë që e mundën me pas, edhe mu i marrë me vizitu këtë ujë që gjithë secili e dojmë. Sinqerisht edhe unë vetë shpesh herë mendoj kur gjej kutir me ardhë edhe me provu sepse diku pa qenshërus nuk e lënë. Pavarësisht që gëzojmë një shëndet plot. Edhe janë efektet që vrejnë. Edhe? Që vrejnë, pacientët i vrejnë. Sa do të menejt këtu një pacient, sa kohë është normale që zakonisht ma shumë e preferojnë pacientat që vinë gjatë, sa ditë? Zakonisht rekomandohet një periudhë dhe ditore. Dhe ditore. Pastaj për cilët edhe vlerësohet. A ka raste që klientat e kanë gryni dhe ditor, edhe janë këthy sërish, pas qëfar kohën më të të më këtë dikush që e kanë vrejt që ka nevoj? Po, këtu vinë shpesh. Dhe më thonë ata që vinë një herë, i ndjenë efektet, e ndjenë përmirësimin, dhe më thonë janë banë shëndëronë klient të regullt. Po, sigurisht. Dhe se efekti është i madhe i ndjeshëm. Edhe në kohë shpejt, se këtu uje përshpejton shumë procesin fizioterapeutik, ose mjekësor rehabilitues. Çka ju kështë thonë personave njerëz të cilët nuk kanë qenë asë njëherë këto? A e ki ndonjë mesazh për më ardhë me e provu? Pa tjetër, unë menoj që
klasi, luksi dhe rehabilitimi janë të fuzionu me mënyrën më të mirë në hotel gallari. Okay. Ma mirë se këtu nuk besoj që askon edhe jashtë Kosovës janë fuzionu me qysh. Mirë që edhe se një profesionalist e din më mirë benefitet, efektet dhe pse do të marrë. Këtu për shohim një hapësirë për njerëz që s'munën mi nda aktiviteteve fizike. Të ndeshme, që na shtohet te. Që unë jam në ndër ta edhe që beso, e vlerësoj shumë për shkak që pavarësisht pushimeve dhe luksit që do me buka një herë vetit, dikush që është i apasionuar mas fitnessit i mungon nëse nuk është, kështu që edhe kjo e pas ka kompletu. E kish me qenë pikë shumë e dopë nëse se kish me pas pjesë të projektit. Kjo po kombinoj ka dhe me disa hapësira tjera, shërbime tjera. Nësa lidhët shumë edhe punës tonë si fizioterapeut, e shtyn procesin edhe matutje të forcimit dhe të rikthimit të lëvizjes të plotë. Shumë mirë, se kjo ndihmon edhe te pjesa që kemi ujë të ftoftë. Po. Edhe tek saunat. Saunat, po. Kombinohet perfekt. Qëndrim, unë ty të falenderoj shumë për krejt të informata rreth hapësirës që ti do të nën profesionalisht. Faleminderit për zë për punën. Faleminderit. Tani po vazhdojmë të pjesa e darkës, ku shërbehet në formë byfet, apo si tavolinë suedeze. Dhe do ta shohim se çka ka për të ngrënë. Edhe pse jemi tash në përfundim të darkës, për shkak që këtu mëngjesi fillon prej orës 8 deri në orën 11, ndërsa darka fillon prej orës 6 deri në orën 8. Në këtë kohë janë të ufujnë. Tani është në përfundim, aty këtu të e përfundu. Na gjitha ofertat tona të cilat i kemi, i bojmë me mëngjes edhe me darkë. Dhe në kjo është sikur më lirë se sa me dalë për një vikend, dikon shpenzo më tepër, dikon me dalë në një restorant, se sa më ardhë një natë me fjetë këtu, me kretë këtë ushqim, me kretë ato shërbime poshtë, në nalë. Seriozisht është një çmim shumë i arsyeshëm. Gjithmonë mundomi që një pas prej gjitha llojeve të ushqimit, në mënyrë që ata klientë të cilët janë ma afat gjatë me pas se çka më ushqy, me pas për zgjedhje, mirë po që mos me ushqy njëjtë si çdo natë. Për shkak që kemi klientë të cilët janë për shembull 10 ditë, 15, tani kemi një pjesë prej Emirateve Bashkuara Arabe, të cilët shumica prej tyre janë nga 30 ditë, nga 45 ditë. Kështu që duhet me pas kujdes se çka po ju shërbejmë. Çka po ju servon. Çka po ju servon. Drejtor, a ka vizitorë dhe jashtë Kosovës? Nëse e marrë me statistika, 20% prej tyre janë prej Maqedonisë Veriut, dikun një 10% vinë prej Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër prej vendeve të ndryshme, po mëndej vendeve të ndryshme të botës. Duke fillu prej Emirateve Bashkuara Arabe, që kemi disa grupe tani shumë të interesume, mandej kemi prej Italisë, kemi prej vendeve të ndryshme. Po, gjithsesi që jemi duke shfrytzu edhe festivalet të ndryshme për mi tërhek që me ardhë. Për shkak që ushqimi vetëm është në mbarim këtu, tash preferoj që shkojmë të pjesa e barit apo e restorantit tonë, ku mund të porositim diçka për të ngrënë. Faleminderit. Darë, kur në? Faleminderit. Do më thonë, klientët e kanë edhe pjesën e restorantit tjetër, ku mund të porositin nëpërmjet menys tonë, të cilën ja ofrojmë edhe të paguajnë ekstra. Më thonë, ajo është me çmim ekstra, po gjithë ata që janë të interesuar për shembull ose që vinë në vizita ose që vinë vetëm një darkë për ta ngrënë, më thonë e kemi pjesën tjetër të restorantit që është ekstra dhe që është ma luks. Por gjithsesi, personat mund në çdo kohë me ulë dhe me u shërby në atë pjesë. Po gjithsesi. Do më thonë, e përmenda pak më herët që drekën e kemi prej orës 8 dhe në orën 11, edhe kemi një diferencë, do më thonë, mes orës 11 edhe orës 6 të mbrëmje, ku shërbehet, për shembull, dikush nuk mundet me qëndru pa ushqim, për shkak të pishina, për shkak terapive, atëherë ato mund vinë dhe mund të ushqehen, për shembull, të pjesa e restorantit. Klientët tanë mund të akomodohen, mund të ushqehen në mëngjes edhe me darkë, mund të shfrytëzojnë pishinën, dhe më dhënë në katin 0, 2 pishinat, gjakuzin e përbashkët, 4 saunat të cilat i kemi, saunën bio, saunën finlandeze, saunën infrared, dhomën e kripës, dhomën e ovullit, kështu që
është një çmim promovues për shkak me qëllim të promovimit të hotelit dhe me qëllim të thirrjes sa më të madhe, domethënë të qytetarëve të Kosovës, po edhe të tjerëve që duhet me ardhe dhe mi shiu këto, për shkak që ndryshon perceptimi momentin që vjen këtu edhe përjeton nga afër. Shërbimet, ambientin, me të vërtetë është mahnice. Ju përgëzoj shumë për punë. Faleminderit. Përshëndetje, a na njoftoni për vizitorët që i kemi momentalisht përpara? يعني من أين أتيتم أنتم؟ أتينا من المملكة العربية السعودية من الرياض، مدينة الرياض. أتينا إلى هنا بناء على معلومات أخذناها من أحد الزملاء وأتينا إلى هنا والحمد لله يعني كويس. وسننصح اسمك؟ أخوان ناصر عبد العزيز العويس. Nasër Abdelaziz Al-Uwaisi nga Arabia Saudite, nga kryeqyteti Arabia Saudite, nga Riyadi. Thot, basi informatave që i kemi ardhur vizit këtu. إن جينا إن شاء الله إن الحين جيناكم لازم تزورون المملكة العربية السعودية. جيناكم من الرياض. معكم سلطان بن عبد الله بن ناصر الخميس. Sultani edhe kjo është prej Arabisë Saudite nga Riyadi. Thot na kemi ardhur vizitë ju, po edhe ju thot të vinin vizitë atje në Riyad. لازم يفتحون مصحة. قصده يقصد مصحة. Sa ju edhe të hapni një lloj qendre kështu, si lloj boje edhe atje në Riyad. A mund të trebu pse pikërisht këto? Pse keni vendosur؟ لماذا قررتم أن تأتوا إلى هذا المركز للعلاج؟ سمعنا عن المركز في الرياض وحضرنا إلى المركز الآن ووجدنا المركز ذو مستوى عالي عن المراكز الأخرى بدون ذكر اسم. في الهدف الأجهزة المهيئة متكاملة، أضف إلى أن السكن متكامل، أضف إلى أن التعامل الطاقم رائع. فأنا أنصح مواطنين دول مجلس التعاون الحضور لأن المركز يعني مرغب وفي تكامل وأحدث المراكز، يعني موجود مراكز في كوسوفو بس هذا يعتبر أحدث المراكز ورائع جدا. Thot kemi ndëgjuar në Riyad për këtë banjën që është hap e re. Kemi vizituar edhe më herët disa banja tjera të cilat kanë qenë në Kosovë, po kjo është e nivelit dhe standardit më të lartë që e kemi pa me gjitha kushtet që i plotëson, domethënë si dhomën, pastërti, terapi, gjithçka, domethënë është niveli të cilën e kërkojnë njerëzit në shtetet e Gjirit, në Arabinë Saudite dhe vendet e tjera. Çka i ka lënë përshtypje më shumë? كيف تشربي أي شيء يعني عجبك في هذا المركز؟ الكل حاجة عجبتنا، يعني من جينا في المركز أحلنا الآن 5 أيام. وجدت الخدمات، العلاج بالكهرباء، المسابح، أضف إلى النظافة، المسابح، التعامل الراقي سواء من الاستقبال إلى التعامل كله تعامل راقي سبق بلغناهم، يعني إنه تعاملهم وهذا بحد ذاته مريح، بالإضافة إلى أني جيت للعلاج برضو أريد الراحة بعد والنظافة. Gjithçka prej fillimit që kemi ardhur, prej mikpritjes, pastërtijës, ushqimit, fjetjes, terapive, gjithçka thotë është sipas standardeve dhe jemi shumë të kënaqur domethënë që jemi prezant këtu. A ja ka vlerë me ardh pikërisht në këtë vend? هل أنتم قررتم المكان والمركز من kaluaj vend edhe në ardh pikërisht këtu në llokat. من هذه المسافة البعيدة الذي جئتم من الرياض إلى هنا؟ اي نعم، قررنا المكان بمدح اخونا منصور العتيق ان المكان هذا راقي ممتاز وتعاملهم كطب وكعلاج طبيعي ممتاز. انا جيت اشتكي من العمود الفقري شيء بسيط والحمد لله لقيت تعامل ممتاز، تعامل الاستقبال ممتاز، وبالعكس السكن حتى فندقي، يعني ما هو سكن فندقي وتعامل حتى في الاكل وفي كل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ممتاز مره. Thot ja ka vlerë për shkak se njëri prej shokëve tonë kanë më herët këtu në bojat të Kosovës dhe ai na ka treguar se është hapur një bojë e re. Na kemi ardhur për me nejtën 56, në kthehemi, 2 po i lojmë këtu, ndërsa na 3 po kthehemi, po do të vimi prapë për shkak se kushtet janë shumë të mira. Shumë kushtet janë në nivelit lart domethënë. Për fund kisha dashur edhe një mesazh për ata që nuk e kanë diskutuar ende. في آخر شيء الرسالة للناس الذين لا يريدون أن يأتوا إلى هنا لزيارة هذا المركز، رسالة صغيرة.
رسالة انه المركز يعني هذا مركز انا مثلا انا جيت للاستشفاء مو شرط انك يعني عندك مشكلة كإصابة طبعا اللي عندهم إصابات عندهم حوادث هذا معروفين لكن حتى لما تبلغ بعمر معين تجي للاستشفاء الخدمات الاستشفاء كلها كاملة تعطيك صحة تعطيك نشاط تعطيك كذا الحضور طيب جدا يعني Një mesazh për gjithë ata që dojnë me vizitu, nuk është patjetër të jesh i smur që të vish këtu, po të vish edhe për relaks, edhe për njerëz që të kanë moshën, të vinë për pushim. Sigurisht se ekzistojnë edhe mjetet edhe për ata që janë smundje, mirë po qetësinë e gjan mikpritjen, kjo është shumë e rëndësishme që njeri të kalojë disa ditë pushimit në këtë qendër. Po një mesazh për ti? Po unë jam e afërt këtu, jam i Mogillës i këtuhit. Unë veç ju dëshiroj mirë se ardhe këtyne, këta janë do tepër të kënaqur sepse sot kemi kushte shumë të mira, edhe kur të na vinë këta na nuk ngushtohemi se kemi ku mi pritën. Gjithmonë domethënë me mikpritje janë të mirë se ardhur. أضف إلى أني في زيارتنا للمدينة وجدنا يعني أهل كوسوفو أنا أول زيارة لكوسوفو وجدت يعني شعب البلد يعني طيب جدا ومتعامل وراقي في تعامل حتى حسست بالراحة يعني زرت دول ثانية بدون ذكر اسم ترتاح يعني مع التعامل مع الشعب في المولات في كل مكان. Jo vetëm këtu, po edhe jashtë kemi vizituar në vende tjera. Ma shumë të që më ka pëlqyer mikpritja e Kosovës, kam vizituar shumë vende, pa i përmend emrat, po thot, po me shqiptar këtu me Kosovë, me mikpritjet këtu uhit, thot nuk kemi gjetë kërkonën. Nahnu ndeşerref bikum ha. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Jemi mirë se ardhën. Faleminderit. Suksese. Suksese. Edon, ti si menaxher i recepcionit, a na tregon sa ascensor ka ky objekt gjigant? Po, patjetër. Hoteli që dim është hotel me kapacitete shumë të larta, gjithsej posedon 247 dhoma, edhe për çastin e klientëve na i posedojmë 6 ascensora. Një kemi të veçantë që është ascensor panoramik, me pamje ka hoteli, me xham që ka një pamje shumë të mirë. Sigurisht është më i frekuentueshëm Më i frekuentueshme edhe çon direkt te pjesa e restorantit a la carte që kemi në kadet, është meton më special për këtë arsye se dërgon direkt. Shumë mirë. A na tregon tani me sa pesho jemi në pjesën? Jemi tek pjesa e dhomave në katin e 8. Kryesisht kam dëshirë t'ja tregoj dhomën Junior Suite që posedojmë, është njëra ndër dhomat më të mira që posedojmë këtu. Okej. Me kënaqësi ja prezantojmë. Po. Kjo është dhoma Junior Suite, dhomë për 2 persona, domethënë, kjo dhomë përveç se ka hapësirën e madhe, po ashtu posedon edhe jacuzzi në dhomë, këtë e kemi. Ndahet në 2 pjesë, ndahet në pjesën sikur sallon, domethënë, edhe pjesa e xhumit, ndjon ka televizorin. Për këtë arsye është Junior Suite. Për 2 persona. Për 2 persona, po. Këtu është jacuzzi? Këtu e kemi jacuzzin, e ka çdo janë krijesat elementare, domethënë që do të një dhomë, një hoteli. Çmimi për këtë dhomë është 205 euro për natë, gjithmonë të përfshijmë mëngjesin, darkën. Komplet pishinat që posedojmë këtu janë 2 lloje pishinave, është pishina spa and wellness, pishinë relaxe, po ashtu kemi edhe pishinë me ujë termomineral. Pjesat e pishina spa wellness posedon 2 pishinat të mëdha, po ashtu një jacuzzi, domethënë familjar edhe 4 lloje saunave. Super. Edon, a na tregon, a dallojnë çmimet kështu gjatë javës, vikendit? Kemi oferta ndryshme edhe për në terapi, veç për relax. Varet prej kërkesave. A bën një paku familjare në gjana? Po, edhe ato për çdo ofertë që bëhet zakonisht na i postojmë në rrjetet sociale dhe i njoftojmë klientat përmes emailave, numrave që i kemi. Shumë mirë. Mahnice, ekstrem pamje e bukur. A na tregon sa lloje të dhomave kemi? Po, patjetër. Na këtu në hotel kemi disa lloje të dhomave, duke filluar prej dhomave për 1 person, single room, janë disa lloje të dhomave për 2 persona, dhoma standarde me madhësi standarde, kemi dhomë me madhësi superiore pak më të madhe, domethënë se dhoma standarde, kemi dhomë për 3 persona dhe për 4 persona, po ashtu dhomat që kemi më luksoze janë VIP edhe Junior Suite. E cilat kisha pas qef mi po tani. Patjetër.
Shumë kisha dosh mi po dhe sallat e konferencave, se më keni thënë që keni dhe salla. Po, patjetër, e kemi sallat e konferencave në katën e fundit, katën e 19, domethënë, me kënaqësi edhe atë ju tregoj. Po më duket të keni 2 lloje, apo? E kemi 2 llojeve. Njëna është domethënë sallë më e vogël për takime, domethënë me persona më të vogël edhe një. Sa mund të më nxon sa Te kjo salla e vogël që kemi ndikojnë prafërsisht 20-22 persona, kurse salla që kemi e madhe është me kapacitet për 100 deri 150 persona. Çfarë shërbimesh mundën më kryen atë? Çdo shërbim që do të kompanive, varësisht për kërkesave, me LED, me projektor, domethënë me zërimin konferencat të ndryshme. Patjetër që po, me çdo kërkesë që neve na vjen, na çdo kërkesë edhe mundsojmë. Do thotë tu po më ka me u mbajt lirisht edhe një aktivitet në ndonjë kompanie, që mund marrë kryesisht edhe me shfrytzuar si pushim, edhe me shfrytzuar ndonjë aktivitet biznesor që e kanë. Po patjetër, vetë edhe kemi pas kompani ndryshme që kanë marrë domethënë konferenca, te pjesa e sallës konferencave është edhe balkoni i madh aty për pjesën e pauzave, të kafeve, të ushqimit, domethënë që posedon salla konferencave. Do të thotë shërbim biznesor. Atëherë urdhënoni. Faleminderit shumë. Po shive të dekorit diçka i veçantë ko ka, garant edhe shërbimi edhe ushqimi ka me qenë. Duke u nisë që jemi në mes të Gjilanit dhe në mes të Ferizajit si lokacion, shumica e punëtorëve janë të pjesës tonë, domethënë të rrethit Kllokotit apo të rrethit Vitis. Edhe stafi që e pam janë kryesisht 3, nuk është që kanë ndonjë përvojë, po kjo i arsyeton realisht me vullnetin e tyne, edhe po mundohemi çdo ditë që t'ju marrim trajnime, domethënë edhe t'i profesionalizojmë, që edhe klientët ta marrin atë shërbimin më të mirë të mundshëm, të cilin e meritojnë për shkak të pagesës. Sa veta keni staf drejtor? Gjithsej jemi 76 punëtorë në pjesën e hotelit, edhe dikon rreth 180 punëtorë janë pjesën tjetër, realisht të 2 objekteve të tjera. Drejtor, hotelin e vizitum, darkën e kryetëm ëmbëlsirat për fund, çka kime dhënë një mesazh për ata të cilët ende nuk kanë ardhur me vizitu këtë hotel gjigant? Atëherë fillimisht më lejoni t'ju falenderoj gazetën Demos për këtë vizitë, edhe pse ka qenë e pamundur ndoshta tër hotelin ta prezantojmë në mënyrën më të mirë për shkak kapacitetit të madh dhomave që i kemi 247 dhoma edhe objektit 11 kaq që është. Po shpresoj që jemi mundu me nxjerr më të mirën. Si mesazh kisha me dhonë dhe kisha miftu të gjithë të rinjt që të vinë, na vizitojnë për shkak që hoteleria moderne nuk është vetëm akomodim, po është edhe relax, është edhe rikuperim, edhe shpresoj që të kënaqen me shërbimet tona, me shërbimet të cilat i ofrojmë në përgjithësi në kuadër të hotelit tonë dhe i garantojmë një qëndrim të mirë dhe relaksues. A do të ketë, edhe një pyetje shtesë, a do të ketë diçka të llojit të tillë të ardhmen, diçka të re? Po projektet tona nuk ndalen këtu. Na mungojnë edhe shumë gjëra tjera, si për shembull pishina jashtme, edhe pse kemi pishinat e jashtme në katët e sipërme, mirë po projekti i ardhshëm janë fushat e tenisit, pishina e jashtme dhe projekte tjera të cilat nuk do t'i bëj tani publike. Drejtor, na ju falenderojmë shumë për pritjen, ju përgëzojmë për punën, edhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Dhe dal nga dal po ja afrohemi fundit par me një surprizë. Hotel Gallery ka vendosur bashkë me neve që me i dhënë 2 shpërblime për 2 persona, me ardhmë me përjetu 2 net, një përvojë të jashtëzakonshme në një VIP room, që është diçka e hatashme. Kretë çka keni me bo është me hi në faqe Facebook, me bo like faqen, share postimin dhe koment personin që dëshironi me ardhmë me përjetu këtë përvojë. E njëjta gjë vlen edhe në Instagram. Follow faqes Instagramit, like postimin, share postimin dhe koment personin që dëshironi me ardhë. Fituesi do t'jetë ai i cili komenti i tij do t'ketë më shumë like. Për më tepër rreth rregullave të lojës, shpallja e fituesit do të njoftoheni përmes rrjeteve sociale të Hotel Gallery. Tashmë jemi në fund. Ky është Hotel Gallery në Klokot, i cili është vend që ja vlen të vizitohet dhe përjetohet.
Unë jam Valentina Mekani dhe bashkë me gazetën Demos nuk do të ndalemi këtu. Na ndiqni për të parë vende tjera dhe eksperienca tjera. Mirupafshim.